Mirë, ja ku jemi në ditën e parë të fazës çerek finale, jemi me 2 çerek finalistët e këtij takimi të radhës, që janë Hari Fulls nga Tirana, një dorë të kite për ta. Dhe nga larg, nga Gjirokastra ka ardhur Asim Zeneli, e cila është kualifikuar në këtë fazë. Dua t'ju uroj një mirëseardhjen të dyja skuadrave, por dua t'ju uroj dhe shumë suksese për fazat e tjera dhe gjithashtu t'ju falenderoj që na keni bërë pjesë e debateve me performancat shumë të mira përsa i përket kësaj faze. Të gjitha skuadrat janë shumë të mira realisht. Kemi pasur këtë vit një përgatitje dhe një nivel shumë të lartë përsa i përket temës që ne kemi trajtuar në këtë edicion të kampionatit kombëtar debatit. Ju e dini tashmë që e gjithë tematika fokusohet tek ekonomia e qëndrueshme dhe kjo fal atyre që bën të mundur edhe realizimin e këtij kampionati, këtij edicioni të 8. Ndaj unë do të falenderoj Giz Albania përmes projektit BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Ju e dini që ky kampionat, ky projekt program që ne zbatojmë, bëhet për të 8 vit radhazi nga organizata Liburnetik. Dhe unë do të falenderoj padyshim edhe ata që janë brapa meje, që është stafi i gjykatësve, sikurse do të kemi sot Milva Ribaj nga organizata Liburnetik, në profesionesh juriste, nga ana tjetër do të falenderoj Gjenxhet Madhin, aktivist sinjor në shoqërinë civile, si dhe Oltiana Ramën, një nga iniciatorët e Ridebate, ka qenë pjesë e edicionit të parë dhe shumë edicione të tjera, sot vjen në rolin e gjykatës dhe është drejtuese e PVN Albania, pra. Shumë faleminderit jurisë që do të bëj vlerësimin sot, padyshim që nuk ka kontestime në këtë fazë, sepse ka debat të mirë. Do të fitoj sigurisht ai që i mbush më shumë mendjen jurisë. Nuk ka tjetër arsye. Ju jeni të gjithë fitues sepse keni zhvilluar mendimin kritik. Dhe kjo është një lojë shumë e bukur e mendjes, sikurse e thotë edhe profesori Shaida për gjatë gjithë fazës së trajnimeve dhe që do të jetë edhe pjesë e finaleve në gjykim, kështu që do të falenderoj padyshim edhe Zushaidën, por do të falenderoj edhe ato që bën të mundur përgatitjen tuaj, Zushat përkatëse, si Zushën e Hari Fullsit, ashtu edhe Zushën e shkollës Asim Zeneli nga Gjirokastra, dhe dua një duar të kitje për to. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë debatin e skuadrave, ku ju të 8 jeni protagonist, me ndërhyrjet tuaja, me argumentet tuaja për të na mbushur mendjen ne si juri dhe unë për të dëgjuar padyshim dhe për të mbajtur edhe rregullat e lojës. Atëherë, tema për cilën do të debatojmë 2 skuadrat në këtë debat të parë do të jetë të rinj si agent ndryshimi, utopi apo realitet. Do të thoj tani Sara për të bërë përzgjedhjen e qendrimit që do të mbajmë të dyja skuadrat në këtë fazë të parë, në këtë sesion të parë debati. E tregojmë në kamera. Kundër. Dhe shkolla tjetër do të mbajë qendrimin pro. Keni 7 minuta kohë përgatitore për të dyja skuadrat po. Mirë, bëhemi gati, fillojmë debatin e parë. Nga 1 minutë për secilin do të fillojmë skuadra që mbajnë qendrimin po. Na dhuroni një debat bukur njëherë, që të ketë pak energji, kështu që të zgjohemi, se është dhe ky orari që ndoshta na vë pak në momente qetësie dhe reflektimi. Në fakt ne po diskutonim për debatin që ndeshëm pak më parë dhe donim që këtu të shifnim diçka edhe më të bukur edhe më të mirë edhe më energjike, se debati e do ndonjëherë këtë energjinë, pozitivitetin, në mënyrë që edhe ne të zgjohemi dhe t'ju dëgjojmë me më shumë vëmendje, apo jo? Pikërisht. Nuk filloni tani. Kush mban qendrimin pro fillon. Në rregull? Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Debati sot më duket se do të jetë një debat të përpremtues. Dhe pse them këtë? Është një temë e cila na prek të gjithë neve, na prek gjithë rinin. Dhe të rinjt marrin pjesë
pjesë në angazhime të ndryshme, sociale, ekonomike dhe politike, dhe pikërisht këtë gjë do të faktoj dhe unë sot. Në angazhime politike, numri të rinjve është tepër i lartë. Ne të gjykatësve zakonisht kursehemi, po në angazhime politike nuk ky falin fare. Do thosha se 2023 Polonia 70% e popullsisë, pjesa më e madhe të rinjve morën pjesë në zgjedhjet elektorale, ku faktuan se mund të luajnë një rol kyç në zgjedhje dhe të vendosnin qeverisësit e tyre të rinj. Gjithashtu në 2021 në Zambi u vlerësua se 50% dhe më tepër e popullsisë rinore nga pjesa gjithë demografike në botë vlerësoi se përbënin pjesë më të madhe të pjesës së parlamentit, duke marrë vendime të reja dhe duke ndikuar në ardhshmërinë e faktorëve të reja të cilët do ndikonin në parlament për të gjitha zgjedhjet rinore. Gjithashtu të thoja se kjo është marrë nga Youth Innovation Office, pra nga zyra e inovacionit të rinisë. Dhe në fund fare, faleminderit. Përshëndetje, unë jam Heldi Toçi dhe të falenderoj për argumentin që the. Dua të them që pjesëmarrja e të rinjve në aktivitete sociale dhe politike në Shqipëri fatkeqësisht nuk është aq e madhe. Kjo për shkak të mungesës së besimit në institucione që kanë vetë të rinjt. Sipas një studimi të Open Society Foundation në vitin 2022, tregohet që të rinjt shqiptar nuk i besojnë partive politike për arsye që ato janë të dominuara nga figurat të vjetra, të cilat janë jashtë brezit të dyre. Kjo u faktua një vit më vonë, në vitin 2023, kur u bën zgjedhjet vendore të vendit tonë, Shqipërisë, dhe pritshmëria për të zgjedhur nga të rinjt, votimet e tyre ishte 122.000 votues të rinj, por fatkeqësisht nga kjo pritshmëri vetëm 13.8% e këtyre të rinjve votuan, duke bërë që të tregohet qartazi që të rinjt ka një krizë. Faleminderit. Përshëndetje, është një çështje e vështirë, por mendoj se anët pozitive janë më shumë se ato negative. Teknologjia dhe mediat sociale përndryshojnë mënyrën se si të rinjt njihen në politikën. Kjo bazohet edhe në statistikat e qarta, ku 47% e të rinjve informojnë politikisht nëpërmjet Instagramit, ndërkohë që 39% e tyre informojnë politikisht nëpërmjet TikTokut. Ky fakt tregon se të rinjt nuk janë as pak të painteresuar, por ata thjesht përpiqen të gjejnë mënyra të reja dhe forma të reja për të ndjekur dhe për të informuar më shumë dhe për të mbajtur qëndrimet e tyre politike. Shumë fshata madje kanë nisur online, duke bërë kështu që të rinjt të informojnë dhe të marrin seriozisht çështje që janë sociale dhe shumë të rëndësishme. Pra mediat sociale ndihmojnë të rinjt për të mbrojtur qëndrimet e tyre politike. Dhe siç thotë edhe një shprehje, një zë mund të nisë një revolucion, por shpesh ky zë nis edhe me një klikim. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Vanessa Daci, ju dëgjova me shumë vëmendje, por më vjen keq t'ju them se të rinjt që ju thatë se kanë ideët e tyre nga rrjetet sociale, vjen keq, por ata bien pre e manipulimeve online, jo vetëm nga këto rrjete sociale, por nga familja dhe shoqëria. Të rinjt ndjekin atë që u servirin dhe jo zgjedhjen e tyre. Familja me ndikimin e saj emocional dhe ekonomik ndryshon bindjet e tyre. Rrjetet sociale i mbysin me trende dhe opinione të pa baza, të cilat i ndryshojnë po ashtu mendimin kritik. Sipas studimit të Pew Research Center, mbi 70% e të rinjve zgjedhin bindjet e familjeve. Në realitetin shqiptar, shpesh njëri në fakt ndan të njëjtën bindje politike me familjen e tij, sepse në fakt s'ke si bën ndryshe, ashtu bën dhe familja. Prandaj kam një pyetje për ju. Si mund të jemi agent ndryshimi kur shoqëria vetëm na drejton dhe vetë ne nuk kemi drejtues? Faleminderit. Përshëndetje, ju dëgjova me vëmendje dhe ju përmendet se si kjo shoqëri nuk mund të jetë drejtuese. Ama sipas statistikave, ky brez i sotëm ka shfaqur pritje të larta në sipërmarrje, duke u kthyer në katalizator të ekonomisë globale në rritje. Të rinjt luajnë një rol kyç në ekonominë moderne, por ashtu edhe në sipërmarrje. Dhe ky nuk është thjesht një iluzion idealist, por është një realitet i dukshëm. Ata kanë një zë të fuqishëm, siç jemi dhe ne në këtë shoqëri, dhe janë veprues aktiv që mund të ndryshojnë çdo gjë që në botën që i rrethon. Siç thotë edhe Jacinda Ardern, një nga udhëheqësit më të reja të historisë politike botërore, nuk mund ta inversosh kur ndikimin që një njerëz mund të ketë, nëse ai flet me një zë të plotë dhe me zemër të hapur. Sipas një raporti të Bankës Botërore, këta të rinj janë gjithmonë më të gatshëm për të ndërmarrë rreziqe, duke ndërmarrë rreziqe për të hapur biznese të reja. Ata në fakt janë 1.6 herë më të pirë për të patur sukses në këto biznese se sa çfarë do lloj moshe tjetër. Studimet gjithashtu tregojnë se pikërisht këto biznese të hapura nga këta të rinj janë më të pirë për të hapur 2 deri në 4 vende pune, kështu duke ndikuar në zhvillimin lokal.
Prandaj, këta të rinj nuk janë vetëm konsumatorë të ekonomisë, por krijuesit e saj. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Nikolas dhe shatë them se është vërtet që ne të gjithë, ne të rinj, përpiqemi shumë që do të nisim një biznes, dhe këtë nisim nga një startup që zakonisht shkojnë me tonë konkurse. Por me këto biznese, këto startup, çfarë ndodh kur ne fitojmë atë konkurs? E po, në shumicën e rasteve ato nuk zhvillohen më. Kjo për shumë arsye ndryshme, siç mund të jetë mungesa e fondeve, mungesa jonë eksperiencës, apo edhe mungesa e motivimit tonë afatgjat, duke i lënë këto projekte që mbeten vetë një ide ndërtare. Sepse sipas një studimi të bërë nga Harvard Business School, i cili shkruaj në vitin 2023, ajo na ka treguar se faktikisht vetëm 90% e këtyre startupëve, vetëm 90% e startupëve falimentojnë në 3 vitet e para. Faleminderit. Përshëndetje. Do doja ta filloj duke i drejtuar juve një pyetje. A mendoni juve se neve mundemi ta ndryshojmë botën pa vullnetin dhe pa angazhimin e të rinjve? Si thoni? Unë mendoj se jo. Si fillim, vitet e fundit të rinjt po bëjnë gjithnjë dhe më të rëndësishëm si vullnetar dhe gjithashtu si drejtues të organizatave të ndryshme humanitare. Kryqi Kuq ka deklaruar mbi 7 milion vullnetar të rinj, një shifër e cila përbën mbi gjysmën e të tërë vullnetarëve aktiv të kësaj organizate. Por më tepër shumë organizata të tjera ndërkombëtare kanë miratuar se neve të rinjt jemi zemra e ndryshimit dhe jemi me të vërtetë ata që mundemi të sjellim një zhvillim. Sipas UNICEF, rreth 7.6 milion të rinj kanë marrë pjesë tek lëvizja të rinj për të ardhmen, e cila u realizua kundër ndryshimeve klimatike në vitin 2019. Pas kësaj lëvizje, shumë shtete filluan që të ndryshonin politikat e tyre për të zvogëluar emetimin e gazeve serë. Dhe nëse të rinjt nuk do të kishin marrë pjesë në këtë nisëm, ndoshta nuk do të ishte realizuar asnjëherë. Dhe ashtu si thotë Nelson Mandela, rinia nuk është e ardhmja, por ajo është e tashmja. Dhe jemi neve ata të cilët kemi fuqi në dorë për të shkaktuar një zhvillim në botën e sotme. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë jam Mirsa Nakuçi dhe dua të tregoj se angazhimi im për përvojën time personale në Parlamentin Rinor të Europës, ku kam pasur mundësinë të takoj shumë të rinj shqiptar, dhe jo vetëm nga Shqipëria, por edhe më gjerë, të cilët kanë dhënë plot ide mbi çështje të cilat lidhen me të ardhmen e Europës, por deri më sot asnjë nga ato nuk është bërë realitet. Vetë ky sesion nxiste mendimin kritik dhe debatin dhe shumë nga këta të rinj nuk e morën me seriozitet dhe nuk kontribuan në bashkëpunime për këto çështje, duke e marrë këtë aktivitet si një provojë për të bërë shoqëri ose si një provojë për herë të parë. Pjesa më e madhe e grupit nuk shfaqën interes në zgjidhjen dhe përfshirjen në këto tema serioze. Përkundrazi, vetëm një pjesë e vogël e grupit u morën me problemet aktuale. Prandaj, të rinjt nuk e kanë vërtetuar që ata mund të jenë agent ndryshimi. Faleminderit. Përshëndetje, e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, mirë po edhe pse ju thatë që të rinjt nuk kanë forcë për të ndryshuar realitetin, nuk bie plotësisht dakord me ju, pasi të rinjt një arsye pse të rinjt janë agentë vërtet ndryshimi është aftësia e tyre për të kuptuar dhe përdorur teknologjinë. Sipas një raporti të bërë nga Good Community Center, mbi 95% e të rinjve e përdorin teknologjinë në jetën e tyre të përditshme, zakonisht edhe për të komunikuar përsëri me shoqërinë. Do doja të përmendja një shembull konkret. Në vitin 2020, studentët e Hong Kongut përdorin rrjete sociale ose aplikacione të ndryshme si Telegrami për të organizuar protesta kundër ligjeve shtypse. Siç ka thënë Bill Gates, gjenerata e re është gjithmonë një hap përpara, pasi fal realiteti që ajo fal për teknologjinë ka mundësinë që të ndryshojë shumë gjëra. Pra, unë mendoj se është qartë që të rinjt janë agent ndryshime fal realiteti që atyre ju ofrohet çdo ditë, këtu ka të bëjë me teknologjia. Faleminderit. Përshëndetje, jam Dea. Doja të thosha dhe të kapesha te fakti se ju përmendet protestat si një mënyrë për që ne mund të bëjmë ndryshim. Mirë po, doja të thosha se përpjekjet e të rinjve për të angazhuar në proceset demokratike përmes protestave, siç ishte shembulli, shpesh rezultojnë në dështim. Dekadat e fundit, aktivizmi rinor është përballur me pengesa si mungesa e transparencës dhe fjalë boshe të pambajtura. Kjo ka sjellë një zhgënjim dhe largim të rinjve nga procesi i vendimarrjes. Një shembull, në protestën studentore të viteve 2018-2019 në Shqipëri, u bë kërkesa për anulimin e tarifave shtesë dhe u shoqërua me 8 pika për reformimin e sistemit të arsimit të lartë. U shoqërua nga qeveria me premtime për ndryshim. Mirë po, e vërteta ishte se sipas raportit nga Respublika dhe monitorimit të faktoj pikal nga 2020, ne kuptojmë se këto kërkesa nuk u përmbushën në praktikë.
kishte mungesë transparence dhe ajo ishte kufizuar në menaxhimin e universiteteve dhe kushtet e auditorëve dhe të universiteteve ishin të pakënaqshme. Faleminderit. Përshëndetje, ju ndoqja me vëmendje, por mendoj se të rinjt janë agentët e ndryshimit real në shoqëritë e sotme. Por pse? Shumë e thjeshtë. Informimi tek të rinjt është në shkallë të lartë. Nga ana tjetër, të rinjt janë më të hapur drejt diversitetit dhe barazës sociale. Sipas censusit të vitit 2023, ne shikojmë që 40% e popullsisë shqiptare janë të rinj, duke treguar edhe një herë që të rinjt janë shtylla ku ne duhet të mbështetemi. Shtylla që tregon edhe një herë stafetën figurative nga e tashmen në të ardhmen. Do doja të përmendja që sondazhet tregojnë që brezat e rinj janë më përkrahës drejt arrimeve të ndryshme, qofshin ato sociale, gjinore, rasore, me radhë të thosha, duke treguar një vetdije të lartë sociale dhe dëshirën e të rive për një botë sa më tolerante të drejtë. Po ashtu, mendoj se informimi është në shkallë të lartë dhe po ashtu do doja të përmendja edhe një thënie të Demofilit, që i krahason të rinjt me bimët, duke treguar që në farat e para ne mund të shikojmë se ç'mund të presim për tyre në të ardhmen. Prandaj mendoj se tregova qartë që po, të rinjt janë agent ndryshimi për të ardhmen. Nuk janë vetëm një model apo një potencial, por ata janë duke hedhur hapat e para drejt një zhvillimi të qëndrueshëm dhe drejt përmirësimit të gjendjes aktuale, përmirësim kulturor, social, por edhe politik në botë. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Sara Qela dhe më vjen mirë në fakt që e tërhoqet temën tek rinia shqiptare që bën një pjesë konsiderueshme të popullsisë, por më lejoni të them sepse sipas Instat në vitin 2023 gjysma ose më shumë se gjysma e emigrantëve shqiptar ishin në moshën 30 vjeç. Pra fatkeqësisht ishin të rinj. Patjetër që bima është shumë e rëndësishme, por kur kjo bim po rritet në vendin tonë dhe po largohet, atëherë si mund të kontribuojë kjo në vendin tonë dhe sa mund ta besojmë ne që ky kontribuim do të jetë real në fakt. Gjithashtu, të rinjt tregojnë se kanë humbur besimin tek politika dhe tek aktivitetet sociale në vendin tonë dhe prandaj zgjidhja e parë që vjen në mendjen e tyre është emigrimi, sepse nuk besojnë që mund ta sjellin ata ndryshimin. E në fakt, ne nuk mund të presim dhe të besojmë se ndryshimi do të jetë real kur ndryshimi nuk po vjen nga brenda dhe askush nuk po e bën të ndryshim. Prandaj, mbetet të themi se ngelet vetëm një utopi. Faleminderit. Përshëndetje, ju dëgjova me vëmendje. Një argument i fortë që mbështet mendimin se të rinjt e sotëm janë një realitet i mundshëm është aftësia e tyre për t'u angazhuar në luftën kundër korrupsionit dhe promovimin e transparencës. Ata janë gjithnjë më të aftë që të dalin dhe të luftojnë këtyre kundër fenomeneve, dhe kjo e tregon qartë vetdijen e tyre. Sipas një studimi të TI, 75% e të rinjve në botë janë të gatshëm që të dalin dhe të luftojnë. Kjo tregon se ata duan që të bëjnë ndryshim. Teknologjia, në veçanti interneti dhe rrjetet sociale, po japin atyre mundësi që të marrin pjesë në lëvizje të ndryshme për të ndryshuar politikat e duhura. Jam me mendimin se të rinjt munden që ta bëjnë ndryshimin, sepse edhe sipas një shkrimtari francez, studitë rinore janë të rrethuara me plot ditë dhe me diell. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, që më bën Kremani në përfaqësim të studit të Rifuls. Bëhet qefi që përmendet faktin se rinia duhet të luftojë dhe si është mënyra më mirë që të luftojë rinia nëpërmjet votës. Por fatkeqësisht, jo vetëm këtu në Republikën e Shqipërisë, por në shumë vende të botës, mosha minimale për të votuar është 18 vjeç. Kur vjen dita e votës dhe ti nuk je mbushur akoma 18 vjeç, sado dëshirë të kesh, ti nuk mund të votosh. Zëri jot nuk mund të dëgjohet në mënyrë direkte, ti nuk mund të zgjedhësh në mënyrë direkte përfaqësuesit e tu. Por nuk është vetëm pjesa e votës. Është për shembull, ti nuk mund të hapësh një llogari bankare nëse je 19 vjeç në Shqipëri. E vera mënyrë për të hapur llogari bankare është se ke kontratë pune dhe je mbi 16 vjeç. Por tregojmë sinqert, sa 16 vjeçar dini ju që punojnë dhe kanë llogari bankare? Për më tepër, neve në Institutin e Rifuls, çdo vit kemi ekskursion në Budva dhe çdo vit të gjithë ata që janë 9-18 vjeç detyrohen që bashkë me tyre të shkojnë të bëjnë prokur për të dalë nga Shqipëria. Yamin Yamali, një nga futbollistët më të rinj shqiptar që më të rinj në futbollit, që luajti në kampionatin evropian, nuk mund të luante në ndeshjet që ndodhin në orët e vorrat të darkës. Pse? Se faleminderit. Përshëndetje, janë bërë shumë debate në qoftë se është vërtet ajo rinia e cila mund ta sjellë ndryshimin dhe ndonse të gjithë mund të pajtohen me mua, unë jam mendimit se po, ajo është. Dhe kam disa fakte në të cilin e bazoj këtë gjë. Atëherë përmend nga grupi juaj kritika shumë e madhe e rinisë shqiptare. Ju të gjithë e dini konkursin Robotek, konkursi më i madh i Shqipërisë në të cilën të rinjt, të cilët vetëm këtë vit morën pjesë 350 nxënës ndërtojnë robota. Ndoshta ata mund të duken si alien, le të themi, pasi janë ata të cilët montojnë gjërat. Mi po duhet të them që janë këta të rinj të cilët po ndërtojnë aplikacione reale, robot të cilët e ndryshojnë komunitetin dhe bëjnë atë më të mirë. Dëshiroj të sjell një statistikë të marrë nga UDMP-ja, studimi Harvardit amerikan, e cila thotë që 76% të rinjve amerikan marrin pjesë në kauza politike dhe 1 në 3 prej tyre kanë sjellë në të vërtetë ndryshime reale në këtë komunitet. Dhe dëshiroj të them edhe një shprehje shumë të bukur të Franklin Roosevelt, e cila thotë që rinia është me të vërtetë udhëheqja, por është ajo udhëheqje e duhur e cila do të na sjellë ne drejt ardhmes. Ju faleminderit.
Atëherë, përshëndetje, jam Briana dhe doja të thoya që kush e suporton ndryshimin që sjellin këta të rinj? Veç shteti. Ndoshta në SBA rinia është në shumicë në politikë, por në Shqipëri ndodh komplet e kundërta. Të rinj përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë shqiptare, por ata nuk përfshihen në procese vendimase dhe numri i përfaqësuesve të rinj është shumë i ulët, pasi dominon mosha e madhe. Sipas EUPROS, në 2023 vetëm 3% e deputetëve në Shqipëri ishin nën moshën 30 vjeç. Pra, ka një mospërputhje të madhe me potencialin e të rinjve dhe përfaqësimin e tyre. Si mund të presim ne ndryshim për rinin nga kur nuk ka përfaqësim të kësaj rinie? Sa ndryshim mund të bëjnë ata që nuk na shohin dhe na kuptojnë? Pra kjo është utopike. Faleminderit. Faleminderit të dy skuadrave, një dorë tërkitje e meritoni. Më në fund një debat si që duhet, apo, Jo, vërtet realisht e kemi shijuar, të paktën unë personalisht po, nuk e di pjesa jurist, ndoshta ka qenë më e vëmendshme për të dëgjuar të gjithë argumentat apo edhe statistikat, studimet që janë dhënë për gjatë këtij debati, të cilat nuk munguan. Realisht themi atë që është, por vërtet kishte kundër përgjigje, kishte kundër argument dhe kjo është e bukur asaj çfarë unë po flisa pak më parë edhe me mësuesit, Sushën e Arifucit, që është diçka që mungon vërtet në debatet që ne zhvillojmë për gjatë debate, por në këtë debat dua të them dhe t'i bëj komplimenta edhe mësuesës Asim Zeniri që ka bërë vërtet na ka sjellë disa elementë shumë të mirë këtë vit në debate. Përpos kësaj, pa ndikuar gjykimin e askujt, unë dua të vazhdojmë me debatin e dytë, që është debati liderëve. Në këtë debat do të kemi Sarën dhe Melani. Përsa i takon një nga temave spontane që do të kemi të këto zarfet ku fshihen dhe do e zgjedhë këtë herë Milva. Okej. Bëjmë shaka se Glingjetit nuk i ka qelluar asnjëra ajo temë që do dhe prandaj Të vetmit njerëz që kanë ndonjë pushtet në demokraci janë politikanët. Pra tema do të jetë eleksioni njerëz. Të vetmit njerëz që kanë ndonjë pushtet në demokraci janë politikanët. Nuk e di, është nuar të morë të gjithë temën, megjithatë po e lexoj edhe një herë. Të vetmit njerëz që kanë ndonjë pushtet në demokraci janë politikanët. Janë apo s'janë? Kjo është çështja. Bëjmë një edhe ndarjen e qëndrimit. Melani, lutem, më ndihmo. Nuk e di është aksenti i dur që japon emrin tënd, por Po, e tregojmë nga kamera. Pro do të jetë Melani në këtë debat të dytë, kundër do të jetë Sara. Në këtë moment kemi 7 minuta kohë përgatitore. I gjithë debati tani do të rendohet tek tema të vetmit njerëz që kanë ndonjë pushtet në demokraci janë politikanët, dhe padyshim që kjo është sfida më e madhe që kanë të dy përfaqësuesit e skuadrave, liderët në këtë rast, Sara dhe Melani. Kështu që do të filloj lideri që marrin qëndrimin po dhe do të pasojë pastaj nga lideri që marrin qëndrimin kundër. Nga 2 minuta për 4 ndërhyrje në total. Mund të vazhdoni. Melani? Atëherë, sërish përshëndetje, sesioni i dytë na përket në të dyrave, fuqia femërore do ta quajmë. Edhe kohën sot mesa duket të kemi pak të prishur, na bie shi edhe unë do thosha shiu është bereqet, kështu që shpresojmë që bereqet ta kemi edhe në debatin tonë. Tema na prek shumë, sepse po flasim për demokracinë, po flasim për njerëzit që kanë pushtet, po flasim për politikanët. Atëherë, duke qenë se mbaj qendrimin po, do të thoya se demokracia ka të bëjë me pushtetin e popullit, pra nga populli për popullin. Mirpo, a duhet të ndalemi për një çast dhe të mendojmë se kur themi nga populli, nuk del populli të na përfaqësojë në parlament apo në të gjitha partitë politike, por ky popull me anë të zgjedhjeve të tij zgjedh ata përfaqësues që janë politikanët, sepse ndryshe përse do të ekzistonin këta politikanë apo jo. Dhe thënë kjo,
disa gjëra, disa vendimarrje, të gjitha zgjedhjet elektorale, mitingjet dhe gjithçka që krijohet në aferat politike, sociale apo ekonomike, dikon shumë në jetën e të gjithë popullit. Dhe pikërisht, prandaj unë them se të vetëm njerëzit që kanë pushtet në demokraci janë politikanët, sepse vërtet ata fal të gjithë votave që marrin nga ne. Përse ne themi çdo ditë ose kur kemi zgjedhje, pse gjithmonë ngrem ndërgjegjësimin që themi çohuni, dini në politikë, votoni, bëhuni pjesë e saj, të dëgjohet zëri juaj, të rinjtë e Shqipërisë apo të rinjtë e gjithë botës. E themi këtë sepse duam përfaqësi, duam që të marrim dhe të kuptojmë se dikush që ne kemi vendosur për qëllimet tona të dalë në sërdej dhe në ato afera ndërkombëtare politike, në arenën ndërkombëtare të na përfaqësoj ashtu siç jemi ne, të vërtet dhe në maksimumin ton. Dhe të rinj kanë një rol kyç për këtë. Ata që synojnë të bëjnë politikan, jemi dhe ne këtu që jemi mbledhur në debat për të folur kaq bukur sot me mendimet tona të pastra dhe për të bërë politikanët e së ardhmes. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit Melani dhe unë gjithashtu të uroj shumë suksese dhe duke të falenderuar që përmendën në fakt se është populli ai që i zgjedh politikanët, po, dhe kjo tregon se pikërisht pushteti është i popullit. Por pse? Sepse populli zgjedh njerëzit që do të përfaqësoj. Populli nuk zgjedh të gjithë njerëzit që duan ta përfaqësojnë popullin, por zgjedh ata që dëshirojnë vetë, sepse është zotruesi i pushtetit në fund të ditët. Dhe këtë ne e kemi dëshmuar në shumë zgjedhje ku në fakt emrat që janë zgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë tonë në parlament kanë qenë pak herë shumë surprizuese, jo më larg se zgjedhjet e fundit. Prandaj tregon se pushteti vjen pikërisht nga ne dhe uroj shumë që ne të bëjmë një thirrje e fortë ndërgjegjësimi për të votuar, sepse ne e kemi pushtetin. Gjithashtu, jo vetëm politikanët në fakt e përfaqësojnë vendin. Dhe a dini pse? Sepse ka dhe referendume. Ka forma, ku kemi shembullin e Zvicrës, që është shteti e cila përdor më shumë referendume për të marrë dhe vendimet më të thjeshta. Patjetër që dhe Shqipëria jon ka kaluar nga një referendum të cilin besoj mund ta kemi studiuar gjithë, se nuk besoj ta kujtojmë, që është referendumi për zgjedhjen e formës së republikës, nëse do të ishte një monarki apo do të vazhdojmë të ishte një republikë parlamentare, dhe ku vendimin e mori populli. Pasoj, ose për mirë apo për keq, ne e ndjekim dhe sot. Pra ishte populli pikërisht ai që vendosi dhe pati pushtetin e plot të pakufizuar. Faleminderit. Po, të dëgjova me shumë vëmendje. Atëherë është e rëndësishme vërtet ajo çka thatë ju që ne të zgjedhim. Megjithatë, po flasim edhe një herë për vetë faktin që ne po zgjedhim. Dakor, jemi shumë në rregull. Mirë, po duhet kuptojmë që ai personi që po zgjedhim është ai person që po na drejton neve. Pra, që do të thotë është pushteti në duart e një personi të vetëm, mbase jo të politikanëve dhe të grupit të parlamentit dhe të gjithë personave që ne po na përfaqësojnë. Që do të thotë se vendimet, pavarësisht se ne mund t'i kemi zgjedhur, merren drejt për drejt nga ata. Dhe nëse ne duam, nëse ndodh, pra për shembull kemi parë mbledhje, kemi parë samitin, lloji i samitit që ka ndodhur jo më larg se para disa ditësh, ku shteti jon u përfaqësua në mënyrë ekselente do ta quaja nga politikanët tanë dhe jo vetëm, por edhe nga politikanët e tjerë të cilët e vlerësuan të gjithë punën e madhe dhe të palodhur që ishte bërë, sepse ne pa mbajtur as edhe një anë në çdo shtet të mundshëm, në momentin që kemi një detyrë për të bërë, okay, kemi zgjedhur një person, ai person ka vërtet për detyrë që ne të na përfaqësojë në mënyrë më të drejtë të mundshme dhe mendoj që kjo ja ka dalë. Do të thosh edhe diçka tjetër, kur kemi parë disa protesta, si për shembull protestat në Serbi, do ta marr as një shembull, në Maqedoni dhe në Kosovë të popullit, sepse ju thoni, në rregull, kemi popullin, do dalin në protesta, populli vendos. Mirë vendos ky popull, po atëherë pse nuk janë marrë parasysh këto vendime të popullit? Pra, politikanët kanë marrë vendimet e tyre, kanë qenë më të detajuara, më me eksperiencë, sepse marrin në shkollë të caktuar, nuk merren politikanë persona të pa autorizuar, pa u marrë parasysh një program të caktuar politik, dhe fal këtyre politikanëve atë pas janë shqyrtuar disa gjëra, janë marrë disa momente të caktuara, janë konceptuar të gjitha detajet me pika, atëherë kemi kuptuar që ne kemi bërë zgjedhjen e duhur si popull, sepse vetë politikanët po na udhëheqin neve. Dhe kjo nuk do të thotë se kemi të bëjmë me absolutizëm, por është diçka që ka të bëjë me një person. Kur kemi demokraci ne po flasim për udhëheqje, po na udhëheq dikush. Në të kundërt pastaj do quaj vetëm udhëheqja e popullit, do ishin Partia Popullore apo mund të vendosim në një emër tjetër më të bukur, mbase se jam shumë kreative tani se ndodhi, po çon si ka kjo. Gjithsesi unë do ta quaja këtë pjesë, kështu që faleminderit. Patjetër që po, mund të vendosim një emër tjetër, por në fakt rezulton se në një shembull
në një shtet të cilin ne aspirojmë apo e kemi patur gjithmonë shembull për të ndjekur në Amerikën e Largët, shteti i Kalifornisë në vitin 2021, Senati i Kalifornisë më saktë u rizgjodh brenda një afati 2 mujor nga populli. Për të vetën arsye sepse pati një inflacion të jashtëzakonshëm që nuk ishte parë kurrë në Kaliforni dhe populli vendosi që senatorët, të cilën kishin mandat që do të vazhdonte, nuk kishin zgjedhje, i ftoi në zgjedhjet e parakohshme dhe i zgjodhi sërish. Të zgjedhjet e parakohshme në fakt nuk janë shumë shembuj të largët. Ne vetë kemi kaluar 2 herë nga zgjedhjet e parakohshme, një herë për shkak të mosbindjes së sistemit nga fitimi i Partisë Popullore dhe një herë nga dhemujat e 97-s. Gjithashtu Kosova jon po vazhdon të ketë zgjedhje të parakohshme ose i bëri zgjedhje të parakohshme vetëm për faktin se ishin të pakënaqur, që tregon në fakt se edhe pushteti politikanëve nuk është i papërshëm dhe nuk janë vetëm ata që kanë një pushtet. Dhe kjo dëshmohet edhe nga gjykatat. Ne këtu në Shqipëri besoj kemi dëgjuar shumë spakun, një organizatë e posaçme e cila nuk përbëhet nga politikan, por nga njerëz profesionist, nga jurist, gjykatës e prokuror që marrin në shqyrtim. Milioni të thimbë se në fakt aferat korrupsionale që ata kanë marrë në shqyrtim janë pikërisht nga këto politikanë të cilët nuk janë të vetmit që kanë ndonjë pushtet në demokraci, por kjo gjykatë ja kufizon atyre. Faleminderit. Po, ju dëgjova edhe një herë me vëmendje. Me shumë respekt për juristët dhe për të gjithë ata që na drejtojnë faktikisht, por ne po flasim vetëm pak në pjesën e politikanëve. Kur flasim për juristët dhe për çdo kënd tjetër, nuk po marr. Ne duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me disa persona të mirë informuar. Kemi të bëjmë me disa persona që dinë të na udhëheqin dhe disa persona të cilët, si thua, i kanë bërë atë matematikën e thjeshtë në kokën e tyre, që po ne jemi gati për të udhëhequr, jemi gati t'ju prezantojmë planin ton politik dhe të dalim dhe në rregull do t'ju qeverisim në mënyrë absolute të mundshme. Kemi bërë filozofi në vit të dytë, nuk e disa prej jush janë në vit të dytë, dhe kemi mësuar në klasën e 11 se në të shkuarën nuk ishte shtet dhe dikush që ta ndihmonte këtë shtet dhe ta përfaqësonte në mënyrë më ideale të mundshme. Dhe si rrjedhje kësaj mungese ka ardhur ajo pjesë që tani është krijuar nevoja që të kishte më pas në historia na ka treguar kështu, që të kishte shtet dhe dikën që ta qeveriste këtë shtet. Gjithashtu, politikanët kanë krijuar besueshmëri te ky popull dhe ky popull nëse vazhdon që në zgjedhjet e reja elektorale ta rizgjidhë, ka treguar se është një politikan i denj. Një po marr si shembull rasti, por jo vetëm ai, dhe disa të tjerë janë kanë treguar të denj, kanë treguar që po ne mund t'ja dalim, t'ju qeverisim vërtet ashtu siç ju mendoni, dhe atëherë ja kanë dalë që të krijojnë besueshmëri më të madhe, gjë që është shumë e rëndësishme sepse ku ka besueshmëri ditët e sotme, apo jo. Dhe tek pjesa tjetër, në unionin ndër parlamentar, një statistikë për 2.6% të rinjve në parlament janë vetëm të rinj. Pra si thua 2.6% janë vetëm persona të cilët janë të interesuar në lidhje me politikën, kurse pjesa tjetër më nuk janë të interesuar. Por nëse nuk janë të interesuar këta të rinj që ju mendoni se e kanë ata pushtetin, si do vinë këta politikanë në pushtet, sepse vetë ata nuk mund ta japin votën te kutia e votimit. Kështu që duhet dikush që ti mendoj që ti përfaqësoj, apo jo. Dhe pjesa se ne duhet të jemi pakoshient që në demokraci duhet të kuptojmë, nuk funksionohet vetëm nga populli për popullin. Populli në një mund të jetë dhe i përçar, mund të krijojë të tilla protesta, kështu që duhet ta kuptojmë. Faleminderit. Përshëndetje edhe një herë për këtë sesion. Patjetër që po, por në fakt ne po themi se pushtet kanë të gjithë dhe nuk janë politikanët të vetmit njerëz që kanë ndonjë pushtet në demokraci. Mund ta vërtetojmë sërish këtë shumë lehtë nga trendet e shumta që ndiqen. Më lejoni t'ju them se në fakt ka qenë një video shumë virale para disa vitesh ku bën zgjedhjet në Amerikë dhe një nga fanset e Taylor Swiftit doli dhe tha, unë do votoj për politikanin e caktuar që zgjodhi idhulli im, vetëm e vetëm sepse e tha ajo. Dhe kjo tregoi në fakt se politikanët e tjerë nuk është se kishin ndonjë pushtet apo dhe ai vet, por ishin dhe shumë figura publike që influencojnë dhe kanë goxha pushtet dhe ndikim mbi të gjithë popullin, jo vetëm mbi rinin dhe mbi çdo tjetër. Gjithashtu kemi edhe një pushtet të katërt që quhet media, që na vjen nga informacion pikërisht nga lënda e qytetarisë dhe filozofisë. Media ka rezultuar, besoj që nga shpikja e saj si demaskuesja më e madhe, zbuluesja dhe kundërshtuesja e politikanëve, e në fakt në shumë raste rezulton se pikërisht këta politikanë janë kufizuar në pushtet vetëm nga media. Mos të them që ndoshta edhe pushteti i tyre është hequr totalisht, që tregon se ka dhe njerëz të tjerë mbi politikanët që kanë një pushtet në demokraci, sepse pikërisht është fjala e lirë ajo që jep pushtetin të gjithëve dhe jo vetëm politikanëve. Faleminderit. Po.
Atëherë, do thosha diçka në lidhje me pjesën kur të gjithë njerëzit po dalin dhe po votojnë tek pjesa e referendumeve. Her pas herë, këto referendume, të cilat ju i përmendët edhe pak më parë, ndodh që të falsifikohen, siç thoshte pak më parë me protesta, ndodh që diçka të shkojë negativisht, dhe ndodh pikërisht që të mos shkojë ashtu siç duhet dhe të mos prezantohet të gjitha ato peticione dhe çfarë ka dashur publiku i gjerë të përcjellë me anë të mesazheve të tyre dhe me anë të votave të tyre, të shkojnë ashtu siç duhet. Dhe mirë, si mund të ndihet pjesa tjetër e popullsisë në momentin kur fjala që ata dëshironin të thoshin apo mendimi i tyre i vërtet nuk ka dashur të përcillet në atë mënyrë, në mënyrën e duhur. Gjithashtu, do të lidhesha edhe pak me tek pjesa që të bëjmë një gërshetim të mirë të debatit të parë me debatin e tanishëm. Ju thatë se sipas Instatit në 2023, emigrantët në 30 vjeç shqiptar largohen, apo jo, po. Dhe si prisni që këta të rinj të marrin pjesë, po flasim për Shqipërinë që mos vetë shumë lart tani, si prisni që këta të rinj të marrin pjesë në vendimarrje? Pra si prisni që ju të mendoni se pushtetin e kanë këta të rinj ose pjesa më e madhe e popullsisë në momentin që në Shqipërinë kemi po vuajmë nga dhe pjesa më e ulët e popullsisë, po vuajmë nga një ulje e madhe demografike dhe po shikojmë që njerëzit paktën pjesa më e madhe kultura dhe mundohemi që personat më të aftësuar dhe më të arsimar të rinë këtu në Shqipëri të luftojnë dhe atë na kanë rezultuar që janë politikanët dhe janë po ata politikanë që po na mundojnë me anë të reformave të tyre që të bindemi dhe të kthehemi nga vendet e larta që kemi shkuar. Dhe jo se nuk ka ndodhur kështu, sepse në fakt vërtet ka ndodhur, janë kthyer persona të ndryshëm, shembull kemi parë plot, persona të famshëm që kanë shkuar, janë shkolluar, kanë bërë mastera dhe më pas janë kthyer dhe kanë kultivuar në Shqipërinë e tyre të bukur. Se mendoj që vërtet Shqipërinë mund t'ja dalim ta bëjmë në momentin që politikanët në vërtet me anë të gjuhës së tyre të bukur por jo gënjeshtare na kanë munduar dhe na kanë bindur me anë të reformave të tyre që të kthehemi pas dhe të mendojmë për vendin tonë. Kështu që mendoj se te kjo pjesë e faktova mirë. Dhe në fund fare tek pjesa do ta mbylla me një fjalë të John Kennedy-t. Mos pyet çfarë bën shteti për ty, por çfarë bën ti për shtetin. Faleminderit. Përshëndetje për sesionin e fundit. Faleminderit Melani për të gjithë argumentat e parashtruar dhe po, pikërisht pse duhet të pyesim se çfarë bëjmë ne për shtetin, tregon që dhe ne kemi pushtet dhe jo vetëm shteti. Gjithashtu me Leonit ju them se në procesin zgjedhor të fundit të vendit ton u përfshi vota e diasporës, pikërisht për faktin që unë tregova që parë se shumë të rinj në moshën 30 vjeç, shumë votues janë larguar nga Shqipëria dhe patën mundësi përfaqësimi, pikërisht për të mos t'i lënë pushtetin dhe demokracinë tonë vetëm politikanëve. Gjithashtu me Leonit të përmend pak dhe organizatat jo qeveritare, ku një shembull shumë konkret me ato të rinj që kemi në Shqipëri, sepse shumica kanë emigruar, është bërë një fushat e mjedisit në vitin 2022. A e dini se sa ton mbetje kanë dalë nga vendimi i tyre për të dalë dhe për të pastruar plazhet tona, zonat tona urbane apo rurale, plot 1200 ton të mbetjeve tona që prodhohen çdo ditë u pastruan nga këta të rinj, duke dalë komplet nga çdo pushtet që i ofronin politikanët apo nga çdo fushat që i ofronin ata. Dhe treguan se po, ne e kemi pushtetin dhe për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar mjedisin ton. Gjithashtu me Leonit të përmend fushatën e famshme Black Lives Matter për jetën e njerëzve me ngjyrë, me një rast të tmerrshëm ku kësaj jete ju dha fund Amerikë nga forcat e policisë amerikane, ku shumë europian, përfshirë dhe Shqipërinë, të famshëm apo jo, filluan me hashtaget në rrjetet sociale duke grumbulluar dhe para në këtë fushë, si për të ndryshuar legislacionin dhe në fakt në Amerikë erdhi një ndryshim, mbrojtja e minoriteteve, ku politikanët që zgjidhen nga këto minoritete, më vjen ta theksoj me që e hapa këtë temë, janë të fondet e tyre vinë nga donatorët amerikanë, një paketë që quhet Super PAC. Pra, politikanët që duan të dalin nga këto minoritete nuk e kanë në fakt fuqinë, sepse jo çdo politikan ka pushtet dhe nuk janë të vetmit politikanët që kanë pushtet, por ka dhe shumë njerëz të tjerë që kanë pushtet dhe që pikërisht i financojnë këto politikan që të kenë mundësi të kandidojnë për të zgjedhur nga populli. Faleminderit. Besoj se në këtë debat juria do të ketë më shumë se sa vështirë për të vendosur. Personalisht më vjen keq që një nga skuadrat do na lërë për fat keq nga kjo garë e bukur, sepse jeni dy skuadra që vërtet realisht e meritoni të jeni pjesë e fazave të tjera, por shorti dhe formula do, kështu që neve do vazhdojmë programin apo shihemi pas pak.
Gracias.
Niko? Keshnik? Ndihem nga unë emocionuar për rezultatin që do të mësojmë tani, kështu që pa humbur kohë do t'ju jap fjalën Juris për të bërë vlerësimin, komentet, padyshim edhe këshillat që do t'ju japim për debatet që vijojnë, kushdo nga skuadrat që do të vazhdojë debatin. Mirë, kush do japim? Përshëndetje edhe një herë. Siç po e thosha edhe pa mikrofona, kemi vënë pozitë vështirë, sepse ndër gjithë debatet ka qenë shumë e vështirë dhe pikët janë aq shumë ngushtë, në një pikë. Dhe kryesisht kemi marrë pikët maksimale në të gjitha komponentët, kështu që vërtet ju përgëzoj për këtë rezultat. Në qoftë se do kisha fuqinë si gjykatëse të ndryshoja formatin e re-debate, do ta bëja sot që të vini të dyja në finale. Por jam e lumtur që nuk do japun rezultatin. Kam vetëm një sugjerim dhe pastaj do fokusohem te pikat pozitive. Do kisha dëshirë, duke parë gjithë nivelin dhe gjithë përgatitjen tuaj, në disa momente të kishte më shumë rrjedhë logjike. Kundër argumentat në disa raste duhet kishin qenë pak më të forta dhe më konkrete, sepse ndonjëherë njëra skuadër, për shembull Tirana, solli ca situata Gjirokastrës që mund të kundërpërgjigjej në mënyrë perfekte për të marrë më shumë pikë. Dhe e njëjta gjë, si në debatin e parë dhe në debatin e dytë. Por sigurisht ka emocione, ju jeni të rinj, janë disa informacione dhe evente që kanë ndodhur që ndoshta juve jo që nuk i keni përjetuar, por ndoshta edhe nuk keni shumë informacion, kështu që është e kuptueshme. Do doja të vlerësoja shumë kulturën e lartë të debatit që keni treguar, qytetari perfekte. Më vjen mirë që kam parë humor të përdorur në disa raste dhe ju përgëzoj, dhe pjesa tjetër po ualë kolegëve, megjithëse nuk besoj se keni shumë sugjerime në tërësi si grup, por janë disa gjëra të vogla që juve do t'ju nevojite në vijim. Shumë suksese të dyja skuadrave. Përshëndetje sërish. Mua më vjen shumë mirë që sot ka marrë pjesë në debate që realisht më kanë kënaqur. Do me thënë nga fillimi deri në fund për të dyja temat. Më pëlqen fakti që skuadrat kanë shumë bashkëpunim dhe kam vërej që kjo gjë ka ardhur në përmirësim ndër vite dhe këtë vit kam vërej që keni një bashkëpunim shumë të fortë sepse është shumë i rëndësishëm, qoftë në debatin në nivel grupi, por gjithashtu edhe në nivel lideri, sepse në fund fundit, siç kishit edhe temën e dytë, nuk mjafton vetëm lideri për të arritur qoftë fitoren apo një rezultat të shkëlqyer atë që ju prisnin. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë. Për sa i përket argumentave, në parashtrimit të gjitha argumentave për të dyja temat, mund të them që të dyja skuadrat kishin, por siç e theksoi dhe kolegi, ajo që është shumë e rëndësishme për neve është
që kundër argumentat të jenë direkte. Në momentin që kundërshtari juaj paraqet një argument dhe mbron atë me fakte dhe në mënyrë të arsyeshme, sigurisht që edhe kundër argumenti duhet të jetë i drejtë për drejtë, sepse në raste të tilla rrezikon që edhe të dilni pak nga tema ose mos ndjek rrjedhën logjike debati, që është shumë i rëndësishëm, ju e dini shumë mirë këtë pjesë. Pastaj për sa i përket mënyrës paraqitjes, artikulimit fjalorit, nuk kemi çfarë t'ju themi, sepse jo vetëm që jeni përmirësuar, por jam e sigurt që shumë prej jush do t'i shohim qoftë në fushën politike, në mos në fushën politike, në aktivizëm nesër pas nesër, që tani jeni, kështu që nuk kam çfarë të shtoj në këtë pjesë. Në vjen shumë mirë që edhe humori nuk ka munguar në këtë edicion, sepse është shumë i nevojshëm. Sigurisht që edhe ai qëndrimi tërkohën strikt, edhe juve nuk është se ju ndihmon, sepse mund t'ju krijoj pengesa në komunikim, pjesën emocionale sigurisht që ndihmon shumë që t'i shkrini emocionet. Dhe për pjesën tjetër nuk kam çfarë t'ju them. Në debatin e fundit pak a shumë edhe kolegja u tha që mirë do ishte që kundër argumentat të ishin direkte, dhe për skuadrën e Gjirokastrës kam vetëm një sugjerim të vogël, sepse unë ju kam shumë për zemër, ju kam ndjekur dhe vetë vjet në rrethe dhe jam e sigurt që do vazhdoni të jeni pjesë jo vetëm e ridebatit, por sigurisht do vini sërish në Tiranë për gjatë gjithë edicioneve të ardhshme. Për sa i përket pjesës të shembujve që jepni, do me thënë, jep argumenta, por është e rëndësishme që në momentin kur jep shembuj të jenë shembuj konkret dhe gjithashtu të jenë shembuj që e mbrojnë arsyetimin të cilin keni nesur. Kaq, vetëm këtë sugjerim të vogël kisha. Për pjesën tjetër, na keni kënaqur, s'kam çfarë t'ju them. Shumë suksese të dyja skuadrave, sigurisht që në këtë fazë vetëm njëra do kaloj në fazën tjetër, këtë e dim shumë mirë, por unë nuk them se nuk ka humbës në këtë pikë. Të dyja jeni fituese. Kështu që po e kaloj për thjesht rezultatin e filmit, se nuk i lash fare. Se goca thënë do i bim shkurt, po unë dy gjëra kam që dua t'i them. Debatet ishin shumë të mira, debati i parë më pëlqeu më shumë, debati i dytë sigurisht që është më i vështirë sepse është spontan dhe ti do një përgatitje më të thelluar për të pasur një debat më të mirë. Dy gjëra kisha për debatin e dytë, se debati i parë vërtet ishte shumë i mirë. Debatin e dytë, spari statistika dhe referencat, ju lutem bazoheni në fakte. Dhe kur është tema spontane është vështirë që të kesh burime shumë serioze, po kjo të penalizon. Pra kur ti përdor një referencë 1200 ton mbetje dhe ti nuk e thu kush është burimi i UFO-ja etj, ose pak më nuk e kapa, kjo ndoshta penalizon për vazhdimsi. Dhe tjetra, kur njihesh me temën, duhet që të diskutosh edhe me ekipin edhe vetë fiks për temën. Pra në moment që ta kuptosh vërtet një pjesën e temës, edhe që t'jetë, si më thënë, dhe mbrojtja në atë pritshmëri që duhet këtë debati, por të dyja këto janë këshilla për më tepër, sepse ju debatin e realizuat vërtet shumë mirë. Me një pikë, si që thamë ne, në fazën tjetër, në vjen keq që duhet ta them më këtë, po në fazën tjetër kalon shkolla Harry Fultz. Shumë suksese. Diferencë shumë e vogël, pikërisht, që ka dhënë fillim fare, unë do t'ju kisha të dyja skuadrave, se realisht jeni dy nga skuadrat që unë mendoja se do t'i kisha edhe në fazën tjetër, madje kisha projektuar që t'ishit pretendente për çmimin, kështu që më la pa fjalë ky rezultat. Megjithatë ju uroj shumë suksese, do të shihemi nesër në shkollën Harry Fultz, me ju se jo vitin që vjen, me Melanin nuk e di çfarë drejtimi do të marri dhe kështu që kam përshtypjen do vish në Tiranë, do qëndrosh në Gjirokastër si Okej. Kështu që do të shihemi atë, pse jo, mund të jesh edhe ti pjesë e gjykatëve vitin që vjen. Okej.
Shumë falenderit. Pra, edhe një herë falenderit mësueseve, dua t'ju falenderoj për përgatitjen e përsëris gjithmonë, por jeni një vlerë shtuar edhe drejtimi i dur për sa i përket të rinjve që ne kemi sot. Do të shihemi.